si ministër i mbrojtjes, megjithatë java tjetër është vendimtare nëse do të vazhdoni mandatin. A jeni të preokupuar se si do të shkojë procesi i votimit presidentit ri? Normalisht që gjithë secili është i preokupuar, sepse është jetike për vendin tonë që të ketë vazhdimsi të funksionimit të institucioneve të Republikës së Kosovës. E mira në këtë mund të themi konfuzion është fakti që tani më kemi një kuvend të konstituar, kemi një qeveri në vend, qeveri me ministra, qeveri funksionale, cila po vazhdon të kryej detyrat, por jam i bindur që me një bashkëpunim ndoshta më të afërt të gjithsa subjekteve politike do të arrihet që të tejkalohet, mund të themi, edhe kjo sfidë dhe të kemi zgjedhjen e presidentit apo presidentit. Ka rrezik për zgjedhje të reja? Unë besoj që tani është koha që vullneti edhe gatishmëria e gjitha subjekteve politike të vihet në pa, sepse është shumë e rëndësishme për Kosovën që të kemi institucione, sidomos kur kemi parasysh kohën kur po kalojmë, kur kemi parasysh sfidat globale, por edhe sfidat regionale.